Një denoncim i rëndësishëm ka mbritur së fundmi pra redaksis tonë në lidhje me shtetasin Nebi Dervishi, i cili ushtron funksionin e administratorit të njësisë administrative Vendresh në bashkinë Skrapar. Banorët e akuzojnë Dervishin për neglizhencë të detyrës së tij dhe mungesë aktivizimi në dëgjimin dhe zgjidhjen e problematikave të komunitetit. Zyrtari lokal, përveç se ka harruar hallet e banorëve, duket se ka edhe një vestë të keq, bigjozin. Në disa pamje që kanë mbritur në redaksin ton, Dervishi shihet duke luajtur poker në mes të një lokali me njerëz, teksa pije dhe cigare. Denoncuesi thotë se ky aktivitet i paligjshëm zhvillohet në orar të punës. Por më tepër, akuzat e banorëve përfshin edhe presion ndaj tyre për të votuar Partinë Socialiste në zgjedhje që pritet të mbahen të dielën. Qytetarët që kanë ngritur zërin kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, me qëllim shkarkimin e Dervishit dhe zëvendësimin me një përfaqësues që dëgjon dhe angazhohet realisht për komunitetin. Jam i bindur që ky luan me lekët që u merr hallexhinjve. Njerëzit kanë nevojë për një administrator që të jetë palë me popullin, jo me biçëzgjinjtë dhe me krimin, shkruan ndër të tjera denoncuesi.